Sa për juve, ju kujtohet ajo thënia nuk pinxen AB apo pinxen BMW-ja. Edhe çfarë thënie tjera ka pas kështu diçka të ngjashme. Ta shkojmë një klip një herë për mrapa edhe pastaj ju du m'ia bu një pyetje sinqert. Pra, nuk pinxen AB-ja apo BMW-ja. Pyetja shkon ma shumë për gjinin femërore, po pse jo dhe për mashkulloren në kuptimin e sena në qoftë se pamja do t'ishte në anën tjetër. A do t'mundeni për sa nëse çka do t'ishte ai kufini i shumës, i pasurisë që do t'pranoni diçka të tillë me bo për hir të sigurisë financiare, ta themi kështu. A është që kjo e tepërt për juve apo është okay?